Probiotikët janë mikroorganizma të gjalla, baktere të mira që kur merren në sasi të duhura, ndihmojnë shëndetin e zorrëve dhe të gjithë organizmit. Ata ndihmojnë në ekuilibrin e mikrobiotës intestinale, flora e zorrëve. Probiotikët merren në situata të caktuara, jo nga të gjithë pa arsye. Pas përdorimit të antibiotikëve në diarre, sidomos te fëmijët, në kapslë kronik, në fryrje dhe disbalans të florës. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse shumë probiotik nuk kanë efekte. Jo çdo probiotik është i njëjtë. Doza mund të jetë e pamjaftueshme, problemi nuk është gjithmonë nga flora, mund të mos jenë të përshtatshme për simptom specifike. Pra probiotiku duhet zgjedhur sipas problemit, jo rastësisht, po ashtu disa probiotik rrisin histaminën, që lidhet me alergji skuqje, dhimbje koke, intolerancë ndaj histaminës. Personat me ndjeshmëri ndaj histaminës duhet të kenë kujdes në zgjedhjen e probiotikut. Dashur miq, mirëmbrëma dhe një herë tjetër nga televizioni në TV. Sot edhe në vazhdimsi do ta zhvillojmë në emisionin Box Shëndeti, disi në një format më të ëmbël. Duke qenë se do t'u japim dhe përgjigje pyetjeve të cilat keni drejtuar në lidhje me disa tematika të veçanta. Shpresoj që të jetë një emision shumë i vlefshëm dhe shumë i rëndësishëm për të drejtuar dhe për të kuptuar sa më shumë shëndetin. Sot do ta bëjmë emisionin së bashku me gazetaren Grisela Zenteli, për ta bërë emisionin më të bukur dhe për të marrë përgjigje në lidhje me disa pyetje dhe tematika të rëndësishme mbi shëndetin tuaj. Faleminderit Grisela. Faleminderit shumë për gjithë mundësinë shumë këtë. Sigurisht që sot do të nisim me disa tema të rëndësishme, do të flasim për probiotikët, por sigurisht dhe rolin që kanë ato në organizëm për të kuptuar pra më shumë ne, por edhe publiku. Fillimisht Luciano, për ta nisur, na i shpjego se çfarë janë probiotikët dhe çfarë roli kanë ato në organizëm. Faleminderit Grisela. Edhe së bashku siç ne kemi zhvilluar, probiotikët në fakt janë disa mikroorganizme ose disa baktere të cilat janë shumë të rëndësishëm për sistemin ton tretës. Ne kemi thënë që larmishmëria ose ekosistemi i zorëve ka shumë rëndësi për organet, për zemrën, për trurin, për qarkullimin e gjakut dhe sa më shëndetshme të jetë zora ose ky ekosistem, aq më shëndetshëm janë edhe organet e tjera. Në lidhje me pyetjen, probiotikët janë disa baktere të gjalla ose disa mikroorganizma, të cilat këto marrin pjesë edhe në prodhimin e vitaminave të rëndësishme që trupi ton i duhen. Janë disa baktere të cilat prodhojnë vitaminat B, pra B komplekset, prodhojnë vitaminat K. Dhe zakonisht mikrobiota jon kur i ulen këto mikroorganizma, shfaqen dhe sëmundje të ndryshme. Pra probiotikët janë baktere të cilat janë të shëndetshme dhe janë të mira, të cilat marrin pjesë në prodhimin e substancave të ndryshme që i duhen trurit, mëlçisë, sistemit kardiovaskular dhe njëkohësisht sistemit imunitar. Dhe kemi thënë në shumë emisione të ndryshme që një sistem imunitar i fuqishëm i ka rënjët tek sistemi i tretës ose tek muri i brendshëm i zorës së trashë dhe i zorës së hollë. Bakteret e mira i duhen trupit njeriut për një sistem të shëndetshëm imunitar. Ajo që është më e rëndësishme Luciano për të kuptuar është se kur është momenti i duhur për të marrë këto probiotik, pra para apo pas ushqimit? Shumë e drejtë kjo pyetje Grisela, të falenderoj për pyetjen. Kjo pyetje në fakt kërkon pak përgjigje shumë të gjerë dhe shumë njerëz që mua ma kanë bërë shumë pyetje, madje edhe në përpostime të ndryshme, ka një gabim se probiotikët merren me njëherë. Domethënë shoqërojnë me antibiotik, shoqërojnë kur ne kemi një sëmundje të ndryshme, fjala vjen kur kemi një diare ose kur kemi një kapslëk, por në fakt nuk është ashtu. Sepse vlerat e tyre ose efekti i tyre bie kur ne kemi kur ne kemi një problematik me fryrjen e barkut, direkt shkojmë te probiotikët. Por në fakt është e mira që të bëhet një eko ose një analizë gjaku ose për të parë gjithë pasqyrimin e gjakut. Kur ne kemi një problem me kolitin ose me zorën e trash, nëse mund të kemi divertikulite ose polipe, pra inflamacion të zorës trash. Ajo që është më zakonshme është edhe konstipacioni. Nuk duhet të marr direkt probiotik nëse ne kemi myk ose kandida, sepse probiotikët në shumë raste ushqejnë edhe mikroorganizmat e këqija. Domethënë, e rëndësishmja dhe gjëja parësore është pasqyrimi i florës së zorës së trash me ushqime të shëndetshme, pra ndryshimi i stilit të jetesës, edhe kjo pyetje donte shumë përgjigje. Si fillim probiotikët nuk mund të merren pa u ndryshuar mënyra e stilit të jetesës, ushqimet e dhura, eliminimi i sheqerit, ushqimeve të procesuara, përtypje e dur, pjesa e ushqimit pas orës 20 që është e mira të reduktohet, ushqimet të cilat janë pasura me kryesisht janë disa lëndë që quhen galaktoligosakaridet, domethënë sheqer,
Këtu hynë edhe ushqimet që janë shumë të pasura me yndyrën të procesuar, me vajrat hidrogenizuar. Pra ndryshimi i stilit të jetesës është pika e parë. Më pas është fuqizimi i mikrobiotës dhe në stadin e tretë unë doja ta quaja që ne mund të përdorim probiotik ose baktere të mira. Dhe gabimi që ne bëjmë më së shumti është që merren direkt kur ne kemi një inflamacion, një fryrje të zorës, probleme stomakun, probleme kolitin. Në fakt nuk është kështu. Është si puna e një toke e cila nëse ajo tokë është e kontaminuar me lëndë të ndryshme, jala vjen nëse është e kontaminuar me pesticide, me herbicide, në atë tokë nuk mund të zhvillohet një frut i shëndetshëm. Duhet pastruar ajo tokë dhe më pas të merren probiotik. Dhe si fillim duhet bërë një eko, një analizë për të parë shkakun pse është kjo fryrje barkut, të ndryshohet mënyra e stilit jetesës, të futen më së shumti perimet, zarzavatet, hidratimi i dur, konsumimi i ujit, i fibrave, i frutave të cilat kanë polifenol, kumbullat thata, lajthi, ose kajsit thata, kumbullat thata, lëngu i kumbullës. Më pas të futen probiotikët. Probiotikët janë mënyrë ndihmuese dhe mbështetëse, por jo direkt në fillim, sepse në vend që benzinës ti jedhin ujë, në vend që zjarrit jedhin benzinë, ato përsëri jedhin e zhvillojnë akoma më shumë dhe bëhet. Luciano, ndërkaq probiotikët a duhet i përdorin të gjithë njerëzit apo përdoren në raste të caktuara? Edhe kjo është një pyetje që është shumë e rëndësishme. Nuk është se duhet i përdorin të gjithë njerëzit. Probiotikët janë të ndryshëm. Domethënë probiotikët, ne e tham pak më parë që janë të domosdoshëm dhe janë të jetik për sistemin tretës. Një person nëse mund të ketë, fjala vjen Helicobacter pylori që e njohim të gjithë. Janë disa baktere të mira ose probiotik që e shtojnë alergjin, madje e shtojnë akoma dhe më shumë dhimbjet e stomakut. Helicobacter pylori, që është një bakter jo i shëndetshëm dhe që shkakton ulçra, më pas, nëse zhvillohet dhe kolonizohet, shkakton deri në kancer, nëse merren probiotik të përgjithshëm, atëherë ai mund ta ushqejë më së shumti këtë bakter. Prandaj, probiotikët nuk janë thjesht baktere që merren në çdo situatë. Për kolitin janë probiotik ndryshe, për diaren janë probiotik ndryshe, për sistemin imunitar janë probiotik ndryshe. Dhe gjëja parësore është, siç e tham pak më parë, ndryshimi i stilit të jetesës. Dhe këtu është pjesa e mikrobiotës ose sistemi i tretës që ne kemi folur në shumicën e rasteve, madje ka dhe probiotik që e shtojnë akoma më shumë alergjin. Prandaj merren sipas kritereve specifike dhe nuk merren në mënyrë të përgjithshme. Kur kemi diare janë ndryshe, kur kemi kolit janë ndryshe dhe kur kemi një problem me Helicobacterin janë ndryshe. Qartë, Luciano, nga ana tjetër, pse disa prej këtyre probiotikëve nuk japin efektin e duhur? Arsyeja pse, sepse këtë bëjnë edhe shumë njerëz gabim, është se kur ne kemi ambientin e zorëve të papastra, e tham edhe pak më parë në rastin e Candidës. Candida është një lloj myku intestinal që zakonisht zhvillohet nga sheqeri, zhvillohet nga stili jetesës, ushqimet shumë procesuara dhe me brumë. Dhe këtu probiotikët vlen shumë pak dhe nuk kanë asnjë efikasitet. Dhe nëse kemi parazit, dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme për njerëzit që na ndjekin, dhe nëse ju keni parazit ose parazitozë intestinale ndryshe, dhe nëse merrni me njëherë probiotik, nuk bëni mirë dhe përgjithsisht shtoni kolonizimin e tyre, sepse i jep një ushqim. Dhe nëse probiotikët zakonisht merren esëll, në fakt esëll është kur niveli ose sasia acidit hidroklorik në stomak është në nivele pak të larta. Dhe prandaj mënyra më e mirë e marrjes së probiotikëve është kryesisht ose me ushqim ose pas ushqimit pas disa minutave. Por esëll nuk është se është mirë sepse sasia e prodhimit të acidit hidroklorik është në sasi pak më të lartë. Ushqimi në stomak, kur ne konsumojmë ushqim, e bën që acidi hidroklorik të jetë derdhur në zorën e holl. Dhe prandaj koha më e përshtatshme është kryesisht ose me ushqim ose pas ushqimit, po jo direkt esëll sa zgjohemi. Dhe kështu efikasiteti ose vlerat e tyre reduktohen. Prandaj ne nuk kemi atë efikasitetin e dur ose nuk shikojmë benefitet e dur të probiotikëve. Qartë, Luciano, a ndikojnë këto probiotik pra në rritjen e histaminës në trup? Shumë e saktë kjo pyetje. Atë që po e thoja pak më parë, ndikojnë, domethënë histamina është amin biogjenike që prodhohet kur zorët tona kanë inflamacion, kur kanë një armik brenda tyre, dhe histamina është një mesazher që mundur se trupi ka një inflamacion.
Dhe disa probiotik, nëse probiotikët kur merren në farmaci kanë dhe shtesa kimikat ose konservant, maltodextrin, kanë edhe disa kimikat të tjerë, silikon dioksid, titanium dioksid, këto përsëri e inflamojnë zorën dhe nuk kanë asnjë efikasitet. Probiotikët nëse pas kanë shtesa me kimikate dhe me sheqer përsëri nuk vlejnë. Ose kur jepen në rastin e një elmimit ose në rastin e një diareje, enterogjemina, edhe ato përsëri duhet jemi të kujdesshëm, sepse mund të agravojnë akoma dhe më shumë problemin e histaminës. Ndaj kur kemi histamin të lartë, është e rëndësishme njëherë kush e influencon rritjen e histaminës. Kush e rrit prodhimin e histaminës ose çlirimin e histaminës nga qelizat ose çlirimin e histaminës nga qelizat mast. Dhe jo direkt me probiotik sepse e rrisim alergjin, edhe trupi jon krijon pastaj një alertë ose një sistem alarmi. Luciano, në momentin që kemi fryrje kapslëk apo edhe diare, cilët janë probiotikët e duhur për këtë problem? Shumë mirë. Për pjesën e diares, është një probiotik i cili quhet Saccharomyces boulardii. Kështu e ka emrin. Saccharomyces boulardii vepron duke ushqyer kolonocitet, duke ushqyer enterocitet. Saccharomyces boulardii është një probiotik që përdoret në rastin e diares, kur ne kemi problematik me diaren. Dhe diarea mund të ketë shkak një intolerancë, mund të ketë shkak një disbioz, mund të ketë shkak një SIBO. Pra, në rastin e diares përdoret një probiotik që quhet Saccharomyces boulardii. Ndërsa kur ne kemi kapslëk ose kur kemi fryrje, si fillimi është e rëndësishme ndryshimi i stilit jetesës. Eliminimi i sheqerit, ushqimeve të procesuara, ushqimet që janë shumë e yndyrën, vaj kanola, vaj palme, vaj cilat janë të hidrogenizuara, të rafinuara. Më pas, stadi 3 është marrja e probiotikëve. Dhe më shumti për fryrjen janë probiotikët që quhen Lactobacillus lactis. Lactobacillus lactis mund të mundur që acidi laktik të shpërbëhet dhe të konvertohet në piruvat me anë të laktatodehidrogenazës. Pra Lactobacillus lactis për fryrje, Lactobacillus plantarum për mukozën e zorës soll. Kryesisht Lactobacilluset janë për tretjen dhe për fryrjen, ndërsa Saccharomyces boulardii është për pjesën e diares, pra janë të ndara. Pastaj ka dhe probiotik që shërbejnë për që ne të kemi një larmishmëri më shumë të vitaminave B. Dhe këto janë klasat e bifidobaktereve, cilat do ta themi në një emision tjetër. Cilat janë ato ushqime, Luciano, të cilat përmbajnë probiotik dhe pse janë kaq të rëndësishme? Ushqimet që përmbajnë prebiotik. Pra janë dy klasa. Është klasa e prebiotikëve dhe është klasa e probiotikëve. Prebiotikët janë ato ushqime që ushqejnë probiotikët. Dhe këtu zakonisht tek prebiotikët ne mund të fusim asparagusin, lakrën e bardhë, lakrën e kuqe, vaj ulliri që ka dekarboksilmetil oleuropein aglikon 2 aldehidet, tirozol, hidroksitirozol, ligstrozid aglikonet, pastaj fusim, e tham pak më parë, lakrën e kuqe që patjetër përmban izotiocianate, ose në formën e të ushqive natyrale, ose në formën e sallatës, fusim panxharin, dhe panxhari ka betain, ka disa substanca betulinik acid, ka disa substanca oleanolik acid, pra panxhari, lakra e kuqe, lakra e bardhë, vaj ullirit, janë këto ushqime të cilat duhet që të fermentojnë në mënyrë organike, të fusim përsëri që e tham pak më parë. Këto janë edhe si probiotik, kastravecin, domaten, ose lakrën e bardhë, lakrën e kuqe, asparagusin, çikoren, që ushqejnë bakteret e mira, është pjesa e kosit, kefirit, po këto janë edhe si probiotik. Pra janë prebiotikët që ushqejnë probiotikët dhe probiotikët që kanë edhe brenda disa bakteret fermentuara. Kefiri, kosi, janë zakonisht është uthulla e mollës përmban disa lëndë, cilat janë shumë të vlefshme, përmban dhe acid citrik, pra kos, kefir, uthull molle janë probiotik. Kosi dhe kefiri janë më shumti si probiotik. Dhe prebiotik janë ushqime të cilat ushqejnë bakteret e mira. Lakra e kuqe, lakra e bardhë, farat e kungullit, farat e lirit, fusim aty asparagusin, fusim selinon, fusim pektinën, që është lëkura e mollës, dhe këto ushqejnë bakteret e mira. Patjetër që tek prebiotikët unë dua të shtoja sepse dhe disa bakteret mira zakonisht konsumojnë dhe disa aminoacide, i përdorin si lëndë ushqimore, kryesisht glicinën, sarkozinën, para dhe lëngu i mishit është diçka shumë e vlefshme për traktin gastrointestinal, lëngu i kockave,
zakonisht pjesa e kartilagove, tendinave që i bëjnë shumë mirë sistemit tretës dhe i bëjnë shumë mirë larmishmërisë ose ekosistemit të florës së zorëve. Qartë. Mirë, Luciano, për të pasur rezultatet që duhet, sa kohë duhet të përdoren probiotikët? Tani probiotikët është e mira që të përdoren për rreth 2 muaj, 3 muaj, në varësi të problematikës së njeriut. Dhe nuk duhen marrë direkt, edhe njerë për ju të dashur mish, probiotikët kur ne kemi një çrregullim, një SIBO, një kolit, një fryrje të zorëve, nuk duhen marrë direkt. Do të gjetur një shkaku, kush e influencon këtë fryrje, ose kush e influencon këtë problematik. Dhe në fund duhet të jetë mbjellja e tokës, si fillim, pastrimi i tokës nga elementet e papastra, nëse ne kemi muramildipeptide, triacilipopeptide, lipopolisakaride, LPS, pra fragmente ushqimore në zor, nuk mund të marrim direkt probiotik. Duhet ta pastrojmë ambientin dhe në fund duhet të marrim probiotik me stilin e jetesës, aktivitetin fizik dhe gjumin. Mirë, Luciano, e fundit për ta mbyllur dhe më e rëndësishmja, mendoj, a ka efekte anësore nga përdorimi i probiotikëve? Efekte anësore shumë të mëdha nuk është se kanë, por nuk ka benefite dhe përfitime nëse merren, siç e tham pak më parë, në mënyrë të pashëndetshme dhe nëse ne nuk dim arsyen ose shkakun. Zakonisht kur ne kemi një alergji, direkt marrja e probiotikëve nuk është e vlefshme. Ose kur ne kemi një fryrje, ose kur ne kemi likobakteri, zakonisht probiotikët mund të rrisin edhe, tham pak më parë, histaminën lokale në gjak. Ka probiotik në raste të ralla që mund të shkaktojnë dhe dhimbje koke, ose mund të shkaktojnë edhe problematika, mund të shtojnë ose më shumë kapslëkun, prandaj janë të ndara. Bifidobakteret për prodhimin e vitaminave B, të B1-shit, B2-shit, të B12-s, madje ka dhe bakteret cilat prodhojnë vitaminën B12, ka dhe bakteret cilat marrin pjesë në sintetizimin e vitaminës K, që vitamina K është e rëndësishme për sintezën e protrombinës, për koagulimin ose për proceset e koagulacionit e gjakut, për që staza ose që të ketë një koagulim apo një trashje të duhur të gjakut, që gjaku mos të hollohet. Dhe vitamina K merr pjesë në sintezën e protrombinës në proceset e koagulimit të gjakut. Pastaj efektet anësore mund të jenë të dhimbjet e kokës, përkeqësimi i konstipacionit ose i kolitit, përkeqësimi i alergjisë, prandaj duhet ndar shkaku, kush e influencon këtë fryrje. Të pastrohet zora, të shikohet mënyra e stilit jetesës, ushqimi, hidratimi, konsumimi frutave të duhur, jo frutat që kanë shumë sheqer, kryesisht me indeks të ulur të glicemisë, pra boronicat e egër janë shumë të mirë për sistemin tretës. Vaj farave të lirit janë shumë të mirë për sistemin tretës. Vaj ullirit është shumë mirë për sistemin tretës. Në raste të caktuara, vaj i arrës së kokosit është shumë mirë për sistemin tretës. Varet e kungullit janë shumë të mira për sistemin tretës. Kajsitë e thate janë shumë të mira për sistemin tretës. Kumullat e thata janë shumë mira për sistemin tretës, sepse këto dhe hidratojnë zorën e trash, edhe lehtësojnë apo relaksojnë muskujt ose muskulaturën e lëmuar të kolonit. Prandaj jo direkt me probiotik, sepse e dëmton zorën, edhe mund të ushqijë më shumë, ose parazitët ose mykun. Një terren i papastër mund të ushqijë dhe parazitët ose mikroorganizmat. Ndaj që duhet patur kujdes dhe duhet shikuar me vëmendje pjesa e marrjes së probiotikëve, sepse kur i kemi zorët e papastra nuk vlejnë. E qartë, mirë. Luciano, po mbyllim këtu për këtë emision për ditën. Po, faleminderit Grisela, miq të dashur, ne ndoqëm një emision pyetje-përgjigje dhe në një format disi më ndryshe, në një format më të ëmbëlsuar, me pyetje të cilat ishin drejt për drejtë në lidhje me disa tematika shumë të rëndësishme, sepse jemi dhe në stadin e ose stinës së pranverës dhe të ardhjes së verës, ku alergjit, problemet me sistemin tretës zakonisht hasen më shumti në trupin tuaj. Faleminderit që na ndoqën dhe që na ndoqët dhe njëkohësisht ju uroj mbrëmje të këndshme dhe natën e mirë.